54% të buxhetit që i është adresu komunave, ka shku për 4 komuna ku qeverisë lëvizja vetëvendosje. Seriozisht po them, merr edhe pyetet tani kryetarin e komunës Veçani. Nuk dush më burr pse ju ke ndihmu komunave me shtu rrugë sepse kjo është obligim. Dolin fushat edhe tha nuk ju jap thonë buxhet. Tregona sot cent shtesja keni dhënë për qytetin. Lejo të lutem. I ke ende të pashpenzuara në buxhetin ton 9 milionë euro për lidhjen e rrugës A me Kalabrin. Nuk e ke sjell projektin se ke filluar investimin. Lutem. Mund të më thujet ta diçka? Veç pak ta përfundon. Po ta përfundon. Urdhëvala. E unë dhe flisni me kryetarët e partive tuaja nëpër komuna. Flisni ju lutem me Agimalion ku kanë shkuar mbi 30 milionë euro për infrastrukturës me memorandume. Flisni me kryetarin e komunës Deçanit ku janë mbi 32 milionë euro investime në infrastrukturë nga Ministria e Infrastrukturës dhe jo vetëm në rrugë, por edhe në Lumej. Dhe ju mund të flisni me kryetarët e komunave ku qeverisin. Am lejohet nga LDK dhe e janë merren një komunë e cila ka sjell Eliza koalizës. Pra kemi në dy. Okej, faleminderit Valan. Unë po du me respektu këtë që po e thuni, sepse nuk keni qare pa i që disa parane për komuna, sepse nuk keni ku mi bon, ajer nuk bon projektet kapitale, po në komuna, në tokë. Jo, po flasë për rrugë në kompetencë të komunave. Po du vetëm me këthyn vëmendje, që në diskutimin për buxhetin dhe ndarjet buxhetore që qeveria Kurti ka bërë për komunat, 54% të buxhetit që i është adresu komunave, ka shku për 4 komuna ku qeverisë lëvizja vetëvendosje. Ky debat ka qenë jashtëzakonisht gjatë, interpretuar edhe brenda kuvendit edhe jashtë. Pjesa tjetër, 46% ka shku në krejt komunat e tjera. Tani mos më folni ju mua këtu për qëndrueshmëri dhe balancë të shtrirjes së paras në qeverisjen. Ju e dini se sa është rritur buxheti për komunat. Dhe unë po flas për një kategori e cila nuk ka figuruar fillimisht në buxhet, por është bën nga kodi i bashkëfinancimit projekteve me komuna dhe nga ai kod. Seriozisht po them, merr edhe pyetet tani kryetarin e komunës Veçani. Ajo është shembull se si qeverisja vetëvendosjes nuk diskriminon komunë dhe zonja Xhara. Pasur adresim të asociacionit komunave për këtë. Po flasim për projekte të cilat nuk janë në kompetencë të ministrisë, por në kompetencë të komunave. Dhe nëse do me përmend asociacionin, ai ka qenë njëri prej mekanizmave. Ua e Artonit pastaj Albani. Momentin kur nuk arrin me shpenzu buxhetin në projekte të mëdha kapitale, atë buxhet duhet me shpenzu dika. Normalisht që pastaj këto projekte që po flasim, edhe në Ferizaj, edhe në Deçan, domethënë kanë qenë projekte që janë nisë kohën e qeverisë Haradinaj. Kanë pas kod buxhetor, janë vazhdu. Lombardi i Deçanit ka pas kod buxhetor, është vazhduar financimi. Zgjerimi i rrugës qendrës Deçanit, drejtim të PS, ka pas kod buxhetor, është vazhdu. Ai projekti investime kapitale që ka qenë drejtim të plavës është ndarë, nuk ka jap asnjë cent. Dhe këtë këto kur s'ki mundësi me investu projekte tua kapitale, paran duhet me shpenzu dika. Nuk dush më burr pse ju ke ndihmu komunave me shtu rrugë sepse kjo është obligim, sepse ato janë pakë e para të taksa paguesve të këtë Kosovës, nuk janë para vetëm qeverisë. Prit Valan ta dëgjojmë edhe zogën. Projekte edhe ato kanë figuruar. Shkon Pleqe, shkon Carabreg, shkon ato fshatra, pra rrugë në kompetencë të komunës cilat të kemi shtruar ne, po them mbi 30 milionë euro. Nuk kanë qenë bot në kod. Janë memorandume nënshkruara nga ministri Lipurnaliu dhe zëvendës ministri Durmishi, pasi ne kemi ardhur në qeverisje. Nuk po them që unë po them zotëri Dembasa, edhe në herë që të jemi të qartë. Kemi trashëguar 66 projekte të mëparshme, pra ato që po flisni ju. Por këtë shifër e kemi qenë në 235 projekte me koha. Alban, faleminderit. Kjo qeveri ka qenë e paprecedente e anshme në komunat ku ka qeverisë vetëm vetëvendosje. E tha dhe Eliza, du me përsërit, shumica e buxhetit ka shku drejt komunave ku ka qeverisë vetëvendosje. Dhe këtë e vërtetoi kryeministri në detyrë në zgjedhjet lokale. Dolën fushat edhe tha nuk ju jap thonë buxhet këtyne komunave që nuk qeverisen, nga ne, tha nuk ju japun e buxhet. Ju lutem, kjo është mendësia. Kjo është mendësia dhe kjo mendësi na e kemi pa me fakte. Për arsye se kryeqytetit, për shembull, kryeqytetit nuk i është dhënë asnjë cent shtesë, vetëm parat që i takojnë me ligj. Kurse shiqoni kryeqytetit në rajon. Merreni shembull Tiranën. Çfarë mbështetje ka pas Tirana nga qeveria e Shqipërisë? Çfarë mbështetje ka pas Shkupi nga qeveria e Maqedonisë së Veriut? Kurse kryeqyteti, veç pse është qeverisë nga LDK, ka pas 0 euro. Zotri Zogaj,
0 euro shtesë. Je angazhuar në politik, jo edhe fort moti dhe pretendohet që duhet përfaqësoni një frymë tre politike. Mos shkoni në terma ekstrem, pra diferencim e ndarje e diskriminim. Nuk ekzistojnë këtë në qeverisjen kurti. Po kanë ekzistuar më rëqysh. Jo, nuk përmendni projektet e ministrive në Prishtinë. Përmende stadiumin ku është lujt në balt për 20 vite. Sot zhvillohen ndeshje edhe në më të vështirë, edhe aty mund të shikojmë lojë. 1 milion euro bari është në rrugë, Balon bari është në rrugë. Teatri ka met aty gërmall. Është tu kry projekti. Gërmall ka met teatri. Po. ke kaluar. Edhe shumë projekte të qeverisë që përmendën diskriminim nuk ka pas. E vërteta është Shikoni, unë kam nevojë me thoni diçka. Ka qenë pastësi enorme e kryetarit Rama për të zbatuar projekte, për të sjellë projekte dhe për të kërkuar fonde për ta mbështetur. Lutem, flasim me përgjithësi. Koha e Lizës, pastaj